Si që transmeton Abdullah radiallahu anhu, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla: dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, kryerja e haxhit në Kabe dhe agjërimi muajit të Ramazanit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet i takojnë vetëm Zotit të Madh, Allahu subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për i tij falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet, përshëndetjet më të mira, të pandërprera mbi njeriun më të mirë, zotërinë e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Do të flasim për agjërimin si koncept i cili erdhi në Kur'an dhe me të cilën erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Agjërimi erdhi si një obligim në shtyllat e fesë islame pas namazit, për të plotësuar një prej nevojave njerëzore dhe për të rregulluar një nga domethënjet të cilët kishin humbur dhe kishin filluar të marrin anomalinë e vet në historinë e njerëzimit. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me çdo urdhër hyjnor me të cilin vinte dhe u drejtonte njerëzve jetën e tyre, ishte për të rregulluar çrregullimin i cili kishte ndodhur në historinë e njerëzimit. Andaj kur erdhi Muhamedi alayhi salatu wasalam, i gjeti njerëzit se si ata kishin devijuar në një varg devijimesh. Për tyre ishte edhe koncepti për jetën. Për tyre ishte edhe koncepti për Zotin xhelle xhelalu. Për tyre ishte edhe koncepti për njeriu i cili do ta diskutojmë me lejen e Zotit te bareke ve teala në kuadër të agjërimit. Pra agjërimi nuk është sikur që mund ta perceptojnë edhe shumë prej agjëruesve se është vetëm lënje e ushqimit dhe pijes dhe marrëdhënieve intime mes një ore të saktuar dhe një orar tjetër të saktuar, por agjërimi erdhi për t'ia rregulluar njeriu kuptimin, për t'i dhënë kuptim jetës për të cilën ai e jeton. Andaj Zoti jon te bareke ve teala nuk zbret ndonjë urdhër dhe nuk zbret ndonjë ndalesë, vetëm se ka një kuptim. Dhe ai kuptimi është kuptimi i jetës. Pra nëse i marrim të gjitha obligimet hyjnore, nëse i marrim të gjitha obligimet e Islamit, do ta shohim se ata e formojnë një panoramë të madhe për jetën e njeriu. Pra ne kemi gjithmonë nevojë pas çdo obligimi që e bëjmë, si namazi, si agjërimi, si zekati, si haxhi, sikur frenohemi prej amoralitetit, apo frenohemi prej rakis, apo prej brizozit, apo prej harameve të ndryshme dhe ndalesave të ndryshme, ne duhet çdo sen prej këtyre ta vendosim në kuptimin e gjanë të Islamit, i cili Islam është vet jeta e njeriu. Andaj njeriu nuk mund të ushqejë përbërjet e veta fizike dhe përbërjet e veta mendore dhe përbërjet e veta shpirtërore pos nëse ai harmonizohet me obligimet e Zotit xhelle xhelalu. Për këtyre obligime është edhe agjërimi. Andaj do të flasim me lejen e Zotit te bareke ve teala se si Zoti xhelle xhelalu e ka balancu dhe e ka futur në një baraspeshim shumë të përpikt agjëruesin në mes përmbushjes së nevojave të tij fizike dhe përmbushjes së nevojave të tij shpirtërore. Andaj Zoti jon te bareke ve teala tha në Kur'an, duke e obliguar agjërimin: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, juve u është obliguar agjërimi. Natyrisht se në çdo urdhër kur kemi ndonjë lloj vështirësie, Zoti xhelle xhelalu nuk e përmend emrin e vet, nga se emri i Zotit nuk shkon me vështirësinë. Emri i Zotit gjithmonë shkon me lehtësinë. Andaj tha u është shkruar dhe nuk e tregoj kush e ka shkruar, për shkak se është e njohur te besimtarët. Juve u shkruar agjërimi, u shkruar të agjëroni, sikur që u është shkruar dhe atyre të tjerëve para juve. Pra të gjithë njerëzimit i është shkruar agjërimi. Por për çfarë agjërojmë? Cili është qëllimi i agjërimit? Pse ne e lajmë hajëm prej në syfir deri në iftar? Ka një qëllim Zoti xhelle xhelalu, nga se Zoti nuk e privon nga ushqimi i njeriu, pos duke i përcjell një mesazh. Cili është mesazhi? Do ta shohim me lejen Allahu te bareke ve teala. Tha Zoti xhelle xhelalu, edhe atyre u është shkruar agjërimi në mënyrë që të bëheni të devotshëm. E cila është devotshmëria? Do ta shohim se kjo është balanci në mes fizikut të njeriu edhe shpirtërorës së njeriu. Andaj kemi edhe syfir, kemi edhe iftar, të cilat janë ushqimi dhe fizika e njeriu, dhe kemi agjërimin i cili është privimi
e që e ngop agjëruesin në anën shpirtërore të tij. Sipas asaj që transmeton Ebu Hurajre, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ju erdhi muaji i Ramazanit. Allahu xhaleshanhu e ka bërë farz agjërimin në këtë muaj. Në këtë muaj hapen dyert e qiellit, xhenetit, ndërsa mbyllen dyert e xhenemit dhe djajve të tërbuar u vjen pranga. Zoti jon te bareke ve teala kishte shikuar gjendjen e arabëve dhe njerëzimin në përgjithësi dhe kishte zgjedhur nga njerëzit më të mirët prej tyre. Andaj Zoti jon te bareke ve teala nga çdo fis i lartë dhe nga çdo familje e ndershme kishte zgjedhur nga një njeri për ta dërguar profet tek ta, për ta dërguar lajmëtar tek ta, të cilin ne e quajmë pejgamber, njeri i cili flet me Zotin xhel xhelalu dhe i komunikon shpalljet e Zotit tek njerëzimi. Andaj për të vullën e pejgamberëve dhe për ta bërë të fundin të tyre, ai e zgjidhi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj te Zoti jon te bareke ve teala, Allahu yastafi, Zoti i zgjedh nga disa prej njerëzve për t'i dërguar profet. Andaj ne i themi Muhammedit alayhis salam Muhammed al-Mustafa. Muhammed al-Mustafa cili është ai i cili nga të gjitha anët është i zgjedhur, pra nuk ka ndonjë anë të tij, qoftë fizike, qoftë intelektuale, qoftë shpirtërore, vetëm sa ai është i përsosur. Andaj edhe historia e tij në detale dhe në hollësira, nëse studiohet, ne e gjejmë përsosmërinë e tina. Zoti jon xhel xhelalu i dërgon profetët të përsosur fizikisht, të përsosur intelektualisht dhe të përsosur në shpirt dhe në moral, që njerëzit mos të kenë hapësirë për të gjetur ndonjë lloj mangësie tek ta e që pastaj të krijon kjo një lloj bezdije. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i pari i cili ka agjëruar. Është agjëruesi i parë në tokë në kuptimin e agjërimit si njeri, nga se njerëzit kanë agjëruar dhe më herët. Kanë agjëruar mirë, po kanë agjëruar jo në kuptimin të cilin e ka dëshiruar Zoti jon te bareke ve teala. Çfarë është agjërimi? Agjërimi në mes fizikës së njeriu dhe agjërimi në mes shpirtërorës së njeriu. Njeriu nuk është as shpirt e as fizik, por njeriu është një përbërje e ngjizur mes këtyre dyjave. Nëse njeriu e lën vetëm shpirt, atëra ai do t'i dobësohet trupi dhe do të likështohet dhe do vdes. Po nëse njeriu e ngov vetëm materialisht, ai do të kaplohet nga depresioni, do të kaplohet nga mërzia dhe nuk do t'i gjejnë kuptim, nuk do të referohet në asnjë kuptim të jetës në atë hapësirën e madhe të cilën ja kërkon shpirti i tij. Për këtë arsye, Zoti jon te bareke ve teala ka kërkuar në adhurimet tona që të jenë edhe shpirtërore, edhe të jenë fizike. Për këtë arsye, nëse e zbërthejmë agjërimin, çfarë i bie? Që ne të abstenojmë nga ushqimi prej në syfir deri në iftar. Por njerëzit nuk meditojnë në vet agjërimin. Agjërimi është vet fizik edhe vet shpirt. Ne hajmë në syfir dhe ne hajmë gjithashtu edhe në iftar, dhe ne pas iftarit deri në syfir hajmë dhe pimë dhe vazhdimisht i kryjmë nevojat tona të fizikut. Çfarë është agjërimi? Agjërimi vjen si një lloj ndërpreje e ushqimeve të njerëzit gjatë ditës së tij për t'i treguar se edhe shpirti jot ka nevojë për të ushqyer. Mirë po, gjatë ushqimit të shpirtit ne nuk e harrojmë, pra edhe në muajin më të shenjtë, ku ne agjërojmë për hir të Zotit xhel xhelalu, ne nuk e harrojmë trupin. Andaj kemi dy ushqime të trupit dhe kemi një ushqim të shpirtit. Për këtë arsye, gjithmonë bota ka degraduar në këto dy ekstremet, ku ose e ushqejnë materialën dhe bëhen materialista me të cilën ndërtojnë civilizime, apo ndërtojnë vetëm kultura të shpirtit, ku mundohen me u mbyll në për vendet të adhurimit, pastaj krijojnë këto disa prej pasojave të tjera, të cilat janë ku njeriu nuk e vendosin në kuilibër, por është një lloj prishje baraspeshës ku njeriu nuk mund të adoron presionin e shpirtit vetëm pa ushqyer dhe fizikun dhe ti. Shikon në Islam se si ka ardhur. Në Islam kemi han syfir, agjeron, pastaj han iftar. Pra Zoti jon te bareke ve teala asnjëherë nuk e anashkalon shpirtin, madje nëse e vërejmë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në gjitha adhurimet e tij balancon mes shpirtit edhe trupit. Një ditë prej ditëve pejgamberi alaihi salatu wasalam çfarë thot? E hyn në xhami dhe e gjen një litar të lidhur mes dy mureve të xhamisë dhe pyeti kush e ka lënë këtë litar? Thanoi dërguari i Allahut, e ka lënë një grua muslimane për t'u fal, nga se ka dëshirë të falet vazhdimisht. Tha jo, kput në këtë litar, nga se juve duhet të flini
Nëse nuk fleni sa duhet, nëse nuk ngopeni fizikisht me gjumë, atëra adhurimi juaj nuk ka kuptim. Pra nëse nuk e plotsoni fizikun, nëse ju nuk fleni dhe nuk e merrni hisën tuaj prej gjumit, atëra adhurimi juve nuk ka kuptim. Pra nëse nuk e gjejmë një fizik të ngopur, atëra dhe shpirtin mund të ngopët, nga se njeriu nuk është as shpirt e as nuk është vetëm trup, por është një ngjizje e mrekullueshme që ka bërë Zoti jon te bareke ve teala mes këtyre dy komponenteve ku ne jemi prej lloçit, prej baltës. Pra mirë, po kjo baltë ka marrë shëntrinë e vet kur Zoti jon xhel xhelalu u thot në Kur'an dhe i fryta shpirtin prej anës time. Atëherë ky shpirt dëshiron mungjit lart te Zoti xhel xhelalu, por pa harru trupin. Andaj pejgamberi sa më tha, kput në këtë litar, nga se nëse keni nevojë për gjumë, ju duhet ta merrni hisën e juve prej gjumit. Tha në hadith tjetër pejgamberi alayhis salam për të balancuar në mes fizikut dhe shpirtit. Çfarë tha? Nëse vjen njëri prej juve në shtëpi dhe e gjen sofrën, tryezën e shtruar dhe ai njëkohësisht ka edhe uri, çfarë duhet bën? Tani kemi këtu dy lloj luftrash, luftra e shpirtit dhe luftra e trupit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le të ushqehet një herë. Le të ushqehet një herë, pra ai nuk ka mundësi ta ndërton një adhurim shpirtëror me një fizik të zbrast. Andaj çfarë tha? Le të ushqehet, pastaj le ta kryjnë adhurimin e Zotit xhel xhelalu. Në këtë formë njeriu plotësohet. Për këtë arsye, nëse e gjejmë një bark të zbrazur, i cili nuk është ushqyer dhe nuk është ngop fizikisht, ne nuk mund t'i flasim as për shpirtin, nga se barku i zbrazur i tij do të ndikon në mos kuptimin e tij, nga se inteligjenca e tij do të jetë shumë e shtypur nga varfëria e stomakut të tij, kështu që ne do të gjejmë dyer dhe dritare të zbrasta, andaj edhe agjërimi nuk do të merr kuptim te ai. Për këtë arsye çdo adhurim fetar ka për qëllim që të mbajë në përpikëri ekuilibrin, baraspeshën në mes njeriut, që njeriu të mbetet trupi shëndosh dhe të mbetet shpirti shëndosh në kuptimin që të ketë kuptim jeta e tij, të ngjitet lart në dashurinë ndaj Zotit subhanahu wa taala. Sipas asaj që transmeton Ebu Hurajre, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në rast se ruhemi nga mëkatet e mëdha, 5 kohët e namazit, namazi xumas deri në xuman tjetër dhe agjërimi Ramazanit deri në Ramazanin tjetër, janë pretekst për faljen e mëkateve të bëra mes tyre. Zoti jon xhel xhelaluhu kur e obligoi agjërimin, një herazi njerëzimi kishte gjetë disa prej kuptimeve të agjërimit në librat e vjetra, sikur që na ka ardhur neve në Teurat edhe në Injil. Mirë po, këto dy libra kishin mësuar ndryshim, nga se Zoti jon te bareke ve teala kërkesën për ta ruajtur këtë libër e kishte lënë në duart e njerëzve. Dërsa njeriu është harrestar, njeriu është edhe indiferent, njeriu ndonjëherë nuk çon kokën për disa gjëra, sidomos nëse nevojat e tij janë të paplotësuara. Për këtë arsye, dallimi në mes librit të fundit, Kur'anit të Zotit xhel xhelalu, dhe librave të mëhershëm ku qëndron është se libri i fundit, Kur'ani, është i garantuar dhe i siguruar nga humbja dhe devijimi dhe shmangja nga drejtësia e tekstit prej anës së Zotit xhel xhelalu. Një herazi, Tevrati dhe Injili janë lënë njeriu që ta ruan. E njeriu çdo sen që e merr me rujt, ai edhe humb. Për çfarë arsye? Nga se nevojat e tij dhe vetë struktura e tij është e asaj natyre që s'mund t'i ruan të gjitha gjërat. Për këtë arsye Zoti xhel xhelalu librin më të fundit dhe më të përsosur, i cili ka mbledhur të gjitha ligjet e mëhershme dhe i ka përsosur ato, e ka marrë në kujdesin e vet. Thot Zoti jon te bareke ve teala, nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne do ta ruajmë ata. Sikur Kur'ani të kishte mbetë në duart e tona, do të humbje. Madje do të pësonte ndryshime sikur ka mësuar librat më herët. Por çfarë bëni Allahu xhel xhelalu? E ruajti. Në këtë ruajtje ne kemi ruajtjen edhe njeriut. Për këtë arsye ne i gjejmë gjithmonë njerëzit se si shkojnë në skaje dhe si shkojnë në periferi, nga se në periferi gjithmonë është më lehtë. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur u pyet se cila është më e mirë, të izolohemi nga njerëzit dhe të bëjmë adhurimet tona apo të përzihemi me ta, mirë po kur të përzihemi kemi vështirësinë e ndikimit nga të këqijat. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Tha alladhi yukhalitu an-nas, ai cili
përzihet me njerëzit, jeton me ta, është social me ta, është shoqërohet me ta dhe bën durim. Ky elementi bën durim është shumë e rëndësishëm që ne me këtë të komunikojmë me dunjan, me këtë të komunikojmë me botën. Pra durojmë çfarë? Durojmë fjalët e tyre, durojmë sjelljet e tyre, durojmë karakteret e tyre, durojmë për shembull me fëmijën tonë kur e edukojmë, durojmë me bashortet tona, durojmë me familjet tona. Ky durim duhet na shoqëron gjithmonë në shoqërimin me njerëz. Çfarë tha? Tha ai njeri i cili përzihet me njerëz dhe duron ata është më i mirë se ai i cili izolohet. Tani çfarë kemi këtu? Pejgamberi alayhis salam çfarë thot? Besimtari duhet të jetë në mesin e njerëzve, të ndikon me ta fizikisht dhe të ndikon tek ta shpirtërisht. Si ndikon me ta fizikisht kur shoqërohet me ta? E nuk hik në izolim. E si ndikon tek ta shpirtërisht? Me durimin e tij, me karakterin e tij. Për këtë arsye ne e gjejmë se pejgamberi alayhis salam gjithmonë karakterin e besimtarit apo qëllimin e besimtarit e ka bërë çfarë? E ka bërë të balancuar mes fizikut edhe shpirtit. Mos ik nga obligimet, mos ik nga shoqëria, mos u izolo. Ne e gjejmë për shembull shumë prej njerëzve të cilët bëjnë adhurime të izoluara, ku veçohen prej njerëzve, ikin prej njerëzve në sinagoga apo në faltore eksumerat, apo edhe prej besimtarëve të cilët mbyllën në shtëpitë e tyre për të adhuruar Zotin xhelel xhelalu. Cila është dobia e tyre? Nuk ka dobi, ata vetëm vetveten e ushqejnë. Ndërsa pejgamberi alayhis salatu wasallam çfarë ka bërë? Është përzim me njerëz. Ka dalë në pazar, ka dalë me njerëz, ka bisedue, ka folë me të varfrin, ka folë me të pasurin, ka bërë komunikim me Muhammed alayhis salatu wasallam. Madje ne e gjejmë në historinë e pejgamberit alayhis salatu wasallam se si pejgamberi i ka kushtuar kohë edhe kujna, edhe pjesës së shoqërisë së vogël, prej vajzave të reja, të vogla e fëmijë, për çfarë arsye? Nga se kanë nevojë që të marrin edukimin edhe ata. Për këtë arsye ne e gjejmë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu me më shumë të vlera, të cilat vlera nuk i mbajti për veti, por i dha tek të tjerët. I thiri të gjithë njerëzit të jenë në karakterin e tij të mirë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur që e lavdroi Allahu te bareke ve teala në Kur'an, wa innaka la ala khuluqin azim, ti je në një moral të lartë. Thot djali i Axhës së tij Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, cila është morali i tina, Islami i tij. Pra ne nuk mund ta çmontojmë dhe ta ndajmë asnjëherë moralin prej fesë. Dhe nuk paramendohet një fe pa moral, dhe nuk paramendohet një moral që të funksionon deri në përsosmërinë e tij nëse nuk i ngjizet dhe nuk i ngjitet në ta feja. Për këtë arsye, agjërimi dhe agjëruesi dhe Ramazani, të gjitha këto çfarë kanë për synim? Kanë për synim që njeriu ta binë në këtë baraspesh, që ai të çfarë? Të kalit moralet e tij, se si të duron, si për shembull ta gdhen vetveten e vet që unë kaq orar, në kaq orë nuk ha bukë. Kjo nuk i bie që unë do të dal nga natyra ime, jo, do t'i kthehem bukës. Mirë, po për disa çaste nuk do të ha bukë. Për çfarë arsye? Që unë të kalitem se si ndonjëherë dikush më ofendon, apo më akuzon, apo më lëndon, unë e kam agjërimin si alternativ dhe si zgjidhje të problemeve të mia, ku unë jam mësues me hangër bukë, nga unë jam privuar nga nevoja më e domosdoshme e trupit tim dhe nuk më ka gjetë kur gjë. Nëse unë nuk kam hangër bukë dhe nuk më ka gjetë asnjë send, a thon vallë më gjen ndonjë send nëse unë e duroj akuzën e dikujna, lëndimin e dikujna, sharrin e dikujna? Natyrisht se jo. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte adhuruesi më i madh në botë. Dhe çfarë? Dhe ishte plotësuesi i nevojave fizike më i madh në botë. Por nuk kishte lënë ndonjë send që rregullon ekonominë e njerëzve, pasurinë e njerëzve. Shikoni për shembull zakatin, i cili është gjithmonë balans i çfarë? I pasurive të njerëzve, i ekonomisë së tyre, që gjithmonë shoqëria besimtare mos lën të varfër në mesin e tyre, mos lën të bark zbrazur në mesin e tyre. Për këtë arsye feja islame gjithmonë synon që njeriu t'ia plotson këto dy nevoja, nevojën fizike të tij, trupit të tij, mishit të tij, dhe ta plotson nevojën e kuptimit dhe domethënies dhe gjetjes së një qëllimi të jetës së kësaj bote, e cila ne e quajmë shpirti, për të cilin ka thënë Allahu te bareke ve teala, o yeselunaka anir ruh, qul ir-ruhu min amri rabbi. Të pyesin ti njerëzit për shpirtin. Çka është shpirti? Thuaj shpirti është çështje e Zotit tim. Sipas transmetimit të Abu Hurairës, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sa gjërues, ka që nga gjërimi i tyre nuk përfitojnë asgjë veç urrisë. Sa njerëz ka që falin namaz natën, por nga namazi i tyre nuk përfitojnë asgjë veç pajumësisë. Shpirti i njeriu
dhe trupi i tij. Nëse lexojmë me vëmendje Kur'anin e Zotit dhe thellohemi në meditime të fjalëve dhe germave të cilat i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe meditojmë edhe mirë sunetin dhe traditën profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do ta gjejmë se njeriu nuk ka mundësi të përsoset dhe nuk ka mundësi të ngopet pos në ligjet e Zotit te bareke ve teala. Ne e gjejmë se agjëruesi ka mundësi që të mos ketë mundësi agjërimin. Andaj Zoti jon te bareke ve teala me njerë pas obligimit që e zbret të agjërimit bëm përjashtime. Mirë po nëse i meditojmë përjashtimet, do të gjejmë se përjashtimet janë fizike. Andaj njeriu nuk është shpirt, as nuk është trup. Thot Allahu te bareke ve teala ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Këto janë ditë të numëruara. Pra këto janë ditë të numëruar, nuk do të agjëroni gjithmonë. Pra shiko Zoti jon te bareke ve teala, nga 12 muaj njeriu e tërheq drejt ngopjes shpirtërore, për një muaj pastaj prapë kthen në jetën e tij të natyrshme, nga se njeriu nuk ka mundësi të zhvishet prej fizikut. Pastaj çfarë thot Zoti jon te bareke ve teala? Thot, e nëse dikush prej juve është i sëmur apo është në rrugtim, e të nëse i meditojmë çfarë është i sëmuri, çfarë është sëmu, nuk është sëmu shpirti, po është sëmu trupi. Andaj Zoti jon çfarë thot? Nëse sëmurët trupi ndonjëri prej juve, le mos të agjeron. Dhe nëse prej njëri prej juve është duke udhëtuar dhe udhëtimet në të kaluara kanë qenë më të sikletshme dhe të më zahmetshme se sot. Andaj nëse udhtoni e udhëtimet janë të mundimshme, e kur të udhtoni çfarë mundohet trupi. Shiko Zoti jon xhelal çfarë thot? Nëse ju jeni të sëmur apo jeni duke udhëtuar, mos agjeroni. Për çfarë arsye? Nga se nuk agjeron një trup i lodhur. Agjerimi është ngopje e shpirtit, por jo në tatim të trupit. Jo ta prishim trupin, nga se nuk ka kuptim që njeriu t'i japim një shpirt dhe t'ja marrim trupin. Dhe nuk ka kuptim gjithashtu njeriu që ta ketë një trup të shëndosh dhe t'ja marrim shpirtin, nga se as kjo nuk është ekuilibri i njeriu. Zoti jon xhelel xhelalu gjithmonë problemet fizike i balancon me problemet shpirtërore. Mirë, nëse një njeri ka sëmundje kronike dhe nuk ka mundësi asnjëherë ta xhoron për shkak se sëmundja e tij është e vazhdueshme dhe nuk ka mundësi të ndërpritet, çfarë i jep Allahu xhelel xhelalu këtij robit që ta kompenzon, nga se shpirti i tij e kërkon një kompenzim. Shpirti i tij do të ndihet fajtor, sepse unë nuk ka pata mundësi me agjëru. Çfarë i thot Allahu te bareke ve teala? Do t'i ushqesh të varfurit. Por çdo iftar që ti nuk mundesh me bë, kemi dhënë dikujt tjetër i cili do të agjeron. Për këtë arsye, shiko, kompenzimi i nevojës shpirtërore të atij i cili s'pat mundësi me agjeru për arsye se sëmundjet e tij, me çka do ta kompenzon? Me fizik, me ushqim. Pra ushqimi është material. Shiko, materiali gjithmonë tek njeriu e kompenzon shpirtërorën e tina. Andaj ne i gjejmë shumë kompenzime në Kur'an. Si vijnë nëse ka mundësi për shembull haxhiu me bë disa prej gabimeve. Si kompenzon ato? Me kurban. Megjithëse haxhi është shpirtëror, tavafi është shpirtëror, Safa dhe Merwa është shpirtërore, Arafati është shpirtëror. Mirë po, në këtë këto shpirtra, nëse gaboj, me çka e kompenzoj? Me fizik, me trup, me një kurban e kështu me radhë. E gjejmë një prej kompenzimeve kuranore, cili është që të vishën, pra t'ju sigurohet një lloj robe të varfërve. Roba është fizike, mirë po gabimi ka qenë shpirtëror e kështu me radhë. Për këtë arsye, ne e gjejmë në fenë e Zotit te bareke ve teala se të gjitha gabimet shpirtërore me çfarë kompenzohen? Me çfarë? Me një lloj shlyerje fizike, qoftë ajo kurban, qoftë ajo një ushqimi të varfërit, qoftë ajo me një sigurim të një lloj veshje ndaj një të skamnori e kështu me radhë. Andaj Zoti jon te bareke ve teala nuk ka vendos në ligjet e tij diçka e cila i merr tjetrës. Nuk ka mundësi Zoti jon te bareke ve teala me ta dhënë një obligim ai me ta shqetësu mendjen. Shikoj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thonë për mendjen. Ka thonë alayhi salatu wassalam në hadithin që e ka nxjerrë Imam Buhariu, nëse njëri prej juve është gjykatës dhe do të gjykon mes dy njerëzve, gjykimi çfarë është? Kërkimi i drejtësisë, kërkimi i hakut të rrëmbyer. Andaj gjykatësi do ta merr rolin çfarë? E kthimit të hakeve. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse gjykatësi është nervoz, le mos gjykon. Pse është? Çka është nervoza? Nervoza është humbje e kontrollit fizikut të tij. Gjaku i tij është duke vlue. Mirë, po kur vlon gjaku i tij, ku është problemi? Ai do të nxiton në gjykim dhe nxitimi i tij do të shkel në një prej hakeve të tyre. Andaj shiko, çdo herë kur ka një lloj humbje të funksionimit normal të trupit,
Edhe ky funksionim, edhe ky mos funksionim e prish mendjen, nuk sheh mirë njeriu, çfarë i thotë sheriati? Pusho pak. Rri pak. Merre vetveten, pastaj e merr edhe gjykimin. Ma mirë është i sëmuri, ma mirë është ai i cili është bë pa drejtësi, me prit pak derisa ti sigurohet e drejta e plot, se sa ta merr të drejtën e mangët. Për këtë arsye Zoti jon te bareke ve teala nuk ka vendosur një ligj në Kur'anin e tij dhe nuk na ka zbatuar neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndonjë ligj për ligjeve të tij, vetëm se e gjejmë se kjo është për njeriu. Andaj shpesh Allahu xhel xhelali drejtohet njeriu, ja ayyuhal insanu, o ti insan, nuk i thot o ti shpirt, nuk i thot o ti trup, por i thot o ti njeri, dhe shpesh na thot ja ayyuhan nas, o ju njerëz. Për çfarë arsye? Nga se ne jemi njerëz, as nuk jemi qenie e cila ka mundësi vetëm të ushqehet, nga se kjo është e përbashkëta me shazës edhe neve, dhe as nuk kemi mundësi mu bë me laçe, nga se nuk i kemi këtë përbërje, s'kemi mundësi vetëm të adhurojmë, me njerë na kaplon pllokshtia, na kaplon nevoja për plotësuar fizikat tona. Sipas transmetimit që përcjell bashkëshortja e pejgamberit Aisha radiallahu anha, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ka ndëruar jetë në 10 ditët e fundit të Ramazanit, hynte në itikaf. Aisha radiallahu anha ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përpjekje që tregonte për të bërë ibadet në 10 ditët e fundit të Ramazanit, nuk e tregonte në koha të tjera. Agjëruesi dhe agjërimi në mes qëllimeve të Zotit dhe qëllimeve të veta. Zoti jon te bareke ve teala nuk e obligon njeriu me një detyrë, vetëm se në atë detyrë përfitimi kryesor është njeriu. Ai përfiton. Ai e merr levërdin. Zoti jon te bareke ve teala është i pavarur nga levërditë e njerëzve, por nga rahmeti i vet, nga mëshira e vet e ka obliguar njeriu. Për këtë arsye Zoti jon te bareke ve teala thot shpesh në Kur'an, wa huwa al-ghaniyyu al-hamid. Allahu është i pavarur, Allahut nuk i duhet asnjë send. Zoti jon te bareke ve teala nuk përfiton prej devotshmërive tona. Zoti jon te bareke ve teala nuk përfiton prej adhurimeve tona. Zoti jon gëzohet me adhurimet e robëve, mirë po nuk përfiton prej tyre, nga se Allahu xhelal nuk i duhet përfitimi. Andaj, nëse ne e lexojmë çdo ligj të Zotit, çdo obligim, çdo farz që e quajmë ne në Kur'an, sikur që Allahu te bareke na ka mësuar, ne e shohim se të gjitha përfitimet, të gjitha levërdit, të gjitha të mirat, të gjitha gjërat që ne i korrim dhe i marrim prej të mbjellurave janë tonat. Andaj Zoti jon te bareke ve teala thot në hadith kutsi, këto janë veprat e juve, unë ua kam ruajtur dhe tani u shpërblej për to. Pra Zoti nuk përfiton për veprave tona asnjë send. Nëse ne i lexojmë në këtë mënyrë ligjet e Zotit, do ta shohim se ato janë mëshirë për neve. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i mësonte sahabët e vet që ta ruajnë ekuilibrin. Shikoni pejgamberin alayhi salatu wasalam se si ai e mbante vetveten e vet dhe shokët e vet që mos ta humbin këtë baraspesh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë u thonte sahabëve për namazin, kur ata lutën dhe i drejtohen Zotit të Madh te bareke ve teala, çfarë thonte? O ju njerëz, merrni prej veprave sa keni mundësi për t'i bardh. Për çfarë arsye? Nga se njeriu çfarë ka thënë? Ka thënë nga se ju bezdiseni, jo Zoti. Ju bezdiseni, jo Zoti. Pra, nuk është problemi te Zoti. Zoti mundet me të përcjell 24 orë. Zoti mundet me të përcjell nëse je i gatshëm një muaj ditë me ta dëgju Kur'anin, me ta dëgju lutjen. Por ai i cili do t'i ndërpret lidhjet, ai i cili do të lodhet, ai i cili do të jetë i pari që do thotë unë nuk mundem më, je ti, është njeriu. Andaj çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu nuk bezdiset derisa ju të bezdiseni. Pra ata që bezdisemi jemi ne. Për shkak se çënja jon është e tillë, thot Allahu xhelel xhelalu, wa khuliqal insanu min ajal. Insani është krijuar prej të shpejtës. Njeriu është i ngutshëm, për shkak ngutja vjen nga fiziku. Për shembull njeriu nëse e ka stomakun e zbrazur, ai vrapon për ta ngop ata. Nëse njeriu ka për shembull diçka e cila i mungon, nëse i ka një dhimbje në trupin e tij, ai vrapon për ta shëruar ata. Andaj mangësit janë tek njeriu e përsosmëria është e Zotit te bareke ve teala. Andaj ne i gjejmë për shkak kësaj mangësie të gjitha adhurimet që na kërkohen neve, na kërkohen me çfarë? Me mas. Dhe kjo mas pastaj prapë reduktohet në çfarë? Në nevojat e njeriu. Pra, nëse ne e komentojmë agjëruesin, agjërimi është me mas, agjërimi është me kohë të caktuar, agjërimi është 1 muaj nga 12 muaj, por edhe ky agjërim me mas, edhe ky reduktohet nëse nevoja e kërkon në njeriu. Për këtë arsye, për shembull, shiko, Zoti jon xhelel xhelalu u ka obliguar edhe gravet të agjërojnë, por i ka ndërprerë në një prej ciklave të tyre. Për çfarë arsye? Nga se kemi çfarë? Problem, apo kemi çrregullim fizik apo shpirtëror, kemi problem fizik i cili ndikon në shpirtin e vet, dhe për shkak shumë urtësive Zoti xhelal e ka ndaluar gruan që të agjërojnë. Andaj shiko, ne nuk gjejmë në ndonjë ligj
të Zotit te bareke ve teala, siç është namazi, apo agjërimi, apo zakati, apo haxhi, dhe të gjitha adhurimet të tjera, të gjitha kanë të bëjnë me çfarë? Kanë të bëjnë me mbajtjen e njeriu si njeri. Thot Zoti jon te bareke ve teala në Kur'an: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Thot Allahu te bareke ve teala: është muaji Ramazanit në të cilin ka zbrit Kur'ani, po për shkak të rrethanorit ka zbrit edhe shenjtëria e këtij muaji, nga se në ta ka zbrit Kur'ani. Por çfarë ka zbrit? Për fakte, me argumente, për kanë, për njerëzit. Për njerëzit, pra, njeriu është i kërkuar që të lexon. Mirë, po leximi çfarë është? Leximi është akt fizik, prekja e librit, mbajtja e librit, komunikimi me librin, meditimi në libër, përsiatja e librit, të gjitha janë fizike. Mirë, po këto fizike çka kanë për qëllim që kuptimet të cilat janë shpirtërore ti bartin deri tek shpirti i njeriu. Prandaj thot Allahu: "Ja këtu i kemi faktet për ti mbush shpirtat e juve." Pastaj çka thot Allahu te bareke ve teala: "Kush e arrin me çfarë? Me fizikun e tij, rrethanorin, muajin Ramazan, le ta agjëroj nëse është i shëndetshëm, e nëse është i sëmur apo është i udhëtar, le ta kompenzon në ditë të tjera dhe le të privohet prej agjërimit." Pastaj çka thot Zoti jon te bareke ve teala: "Yuridullahu bikumul yusr." Zoti e synon prej juve dhe e do prej juve e don të letën. Nuk don Zoti më ranue. Shikoj njeriu sa të lirë ka lënë. Andaj njëra prej definicioneve më të mira për njeriu i cili është se njeriu ka zgjedhjen e lirë. Nëse njeriu t'ia imponon një diçka, ajo nuk është njeri. Ai ka mundësi me e pranua ata. Mirë, po nuk është më njeri. Për këtë arsye Zoti jon te bareke ve teala e ka bërë melekun pas zgjedhje. Ai është adhurues pas zgjedhjen e vet. Andaj edhe kanë vlerat e veta. Mirë, po nuk është si njeriu. Andaj ata janë mahnit me këtë krijesë e cila do të zgjedhë vet ta adhuron apo mos ta adhuron Zotin e vet xhel xhelalu. Dhe nuk kemi kafsh të cilat nuk kanë gjithashtu zgjedhjen e lirë. Ata kanë zgjedhjen e fizikut të tyre, të cilat vetëm e ngopin dhe nuk kanë diçka tjetër. Mirë, po tani kthehemi tek njeriu i cili ka përbërjen e shtazës dhe ka përbërjen e shpirtit. Cila është kjo krijesë? Kjo krijesë është e cila ka ngjall diskutim në qiejt e larta. Kjo është krijesa më interesante që ka kriju Zoti jon te bareke ve teala. Andaj thanë melaçet: "Po pse po e krijon? Kur ky ka gjak, kur ky ka balt, kur ky ka mundësi me bë gjuna, nga se ka fizik, do të më mbush mishin e vet, do të më mbush trupin e vet." Çka tha Zoti jon xhel xhelalu? Tha: "Unë e di atë çka ju nuk e dini." Cila ishte kjo unë e di? Nga se në mesin e njerëzve kishte profet, në mesin e njerëzve ka njerëz të mirë, nga mesin e njerëzve ka të cilët me zgjedhje të lirë e shohin një epsh, e shohin një tek dhe e la me zgjedhje të lirë. Nuk është e njëjta ai i cili s'ka një dëshirë dhe e lën ata, dhe me atë i cili që është njeriu e ka një dëshirë, e ka një epsh, e ka një tërheqje, një joshje të fuqishme, mirë, po për shkak të dashurisë ndaj Zotit xhel xhelalu, për shkak të moralit të vet, ai e frenon vetveten. Kjo është diçka tjetër, e kjo diçka tjetër është njeriu. Pra njeriu në definicionet dhe përkufizimet më të lehta cili është ai i cili ka zgjedhjen e veprimit. E këto zgjedhje të veprimit normal si kanë pasojat e veta. Njeriu vetë zgjedh të vepron, por i bart përgjegjësitë. Andaj njeriu është çfarë? Veprues i lirë me përgjegjësi. Veprues i lirë me përgjegjësi. Pra ne mund të besojmë dhe mund të mos besojmë, mund të agjërojmë dhe mund të agjërojmë, mund të falemi dhe mund të mos të falemi, por do t'i bartim pasojat e veprimeve tona. Nëse nuk falesh, ka dënim. Nëse nuk agjëron, ka dënim. Nëse bën keq në dunja, nëse vret, nëse vjedh, nëse bën dëme dhe shkakton dëme, sikur që thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos e prishni tokën pasi që ne e kemi rregulluar. Toka është shpirtërore apo fizike? Është fizike. Mirë, po nëse e prishim tokën, kam na prish edhe shpirtin. Andaj ne e gjejmë për shembull se nëse një shoqëri e pasur, e cila e izolon pasurinë tek vetvetja, çfarë ka më bë? Ka më nxit vrasit të varfërit, nga se e kanë izoluar, e kanë përkufizuar dhe kanë monopolizuar një pasuri e cila u takon të gjithëve. Kjo është prishja e rendit në tokë. Për këtë arsye, le ta respektojmë njeriu si qenie njerëzore, të cilët Allahu i ka zbrit shpallje, dhe nga mesi i këtyre njerëzve, nga mesi bijve të Ademit, Allahu ka zgjedh profet
me të cilët profet e ka përfunduar dhe vulos me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në haxhin lamtumirës pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ju drejtohet krejt njerëzve duke u thënë çfarë? Nuk ka dallim në mes arabit dhe jo arabit, në mes të bardhit dhe të ziut, pas me çka? Pas me devotshmëri. E tani kthehemi te devotshmëria për të cilën Allahu na tha, ju agjëroni që të bëheni të devotshëm. E cila është devotshmëria? Devotshmëria është që trupi jon dhe mendja jon dhe shpirtri jon të jenë çfarë? Të jenë në harmoni me të vërtetën e Zotit, të jenë harmoni me dëshirat e Zotit. Andaj lufta më e fuqishme e cila bëhet te njeriu, cila është që trupit të tij dhe shpirtit të tij mos t'i krijon konflikt. Andaj ne gjejmë për shembull civilizimet të cilat janë ndërtuar mbi material, ata kanë përparuar shumë, mirë po e kanë dëshpëruar njeriu, e kanë mërzit njeriu, e kanë lodh njeriu, dhe e gjejmë nga ana tjetër njerëz të cilët kanë bërë kultura të ndryshme dhe kanë nxit për shembull faltore të ndryshme, por e kanë mbyt tokën, nuk e kanë gjallë tokën. E cili është njeriu? Njeriu i cili është ai i cili e ndërton xhamin, e ndërton shkollën, e ndërton spitalin, e ndërton njeriu dhe çfarë i thot? Kret këto i ki për çfarë? Për tyje. Mirë po mos e mbyt vetën. Ti je njeriu, ti duhet t'i gëzosh këto. Ne jemi njerëz të cilët duhet ta ngjallin botën, por mos ta harrojmë njeriu, mos ta harrojmë moralin. Ne duhet frenohemi. Ne nuk duhet ndërtojmë për veti vetëm, po duhet ndërtojmë edhe për të tjerët. Ne duhet të ushqejmë për veti, por duhet të ushqejmë edhe për të tjerët. Shikoj pejgamberi alayhis salatu wasalam çfarë tha? Ai i cili e ushqen dhe e ruan në jetim, ai është me mua kështu afër, edhe i bëri gishtat njëri me tjetrin, është afër meje ditën e Kiametit. E kujdesi ndaj jetimit i cili është shpirtëror dhe fizik. Duhet ta ushqesh dhe duhet ta veshësh dhe duhet të sigurosh një shtëpi. Mirë po këtë kjo çfarë është? Është një lloj mbulimi i nevojës së të varfrit dhe jetimit. Për këtë arsye, në të gjitha, pasi që jemi tek agjërimi, në të gjitha obligimet e Zotit, ne e gjejmë se përfitimet dhe dobit i kthehen njeriu. Asgjë nuk i kthehet Zotit ton te bareke ve teala. Dhe mesazhi i fundit për çdo besimtar dhe për çdo njeri në përgjithësi është që t'i kthehet Zotit vet. Të mëson nga libri i Zotit, të mëson nga tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta lexon njeriu si njeri. Mos ta çmonton njeriu, mos ta zbërthen njeriu, mos ta ngarkon njeriu duke e ngarkuar vetëm materialisht dhe mos ta ngarkon njeriu duke e ngarkuar vetëm shpirtërisht, nga se njeriu është balans mes këtyre dyave. E çfarë mban balancin? E mban intelekti, e mban akli të cilën e ka thujt Allahu te bareke ve teala në Kur'an, la'allakum ta'qilun. Ndoshta ju do të lidhni çfarë? Shpirtin dhe fizikun. Me çka të lidhim? Me mendje. Mendja thot tani është koha e ushqimit. Mendja thot tani koha është e adhurimit. Mendja thot tani është koha e leximit. Mendja tani thot koha është e ndihmës. Mendja tani thot tani është koha e mbrojtjes. Të gjitha këto i bën mendja për çfarë? Për ta ruajtur njeriu. Pra ta ruajmë njeriu si njeri nëpërmjet kryerjes së obligimeve të Zotit te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.